Media britanike Metro ka publikuar një artikull mbi një video të shpërndarë në TikTok ku shfaqet një grup personash që pretendohet të jenë pjesë e një bande shqiptare duke bastisur një shtëpi bari. Postimi shqetësues tregon burrat maskuar që përdorin skaner infrakuq në rrugë të zakonshme periferike për të lokalizuar nxehtësinë nga llampat e rritjes së kanabisit. Pasi gjen një objektiv, ata hyjnë brenda. Ata pozojnë për kamerën me një këngë në sfond, ndërsa në përshkrim shkruhen fjalë të rënda, teksa banda duket se po grabit shtëpinë, thekson artikulli. Sipas këtij fundit, pamjet vijojnë me një burr që duket i hutuar dhe i friksuar, i veshur me pantallona të shkurtra dhe bluzë, i cili mendohet se jeton ose punon në ambientin në fjalë. Kamera më pas fokusohet te personat që mbajnë në duar bim kanabisi. Artikulli shpjegon se shtëpitë e barit janë të pajisura me sisteme ndriçimi dhe ngroje të avancuara për kultivimin e bimëve, një aktivitet që mund të jetë shumë fitipmërorës. Sipas medias, video synon të paraqes stilin e jetës së personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Prona e shfaqur në video duket si një banese zakonshme periferike dhe nuk është identifikuar. Bazuar në gjurmët online të përdoruesit që e ka publikuar, besohet se pamjet janë filmuar në West Yorkshire. Pamjet të tjera në të njëjtin profil TikTok tregojnë një person të maskuar duke u ngjitur në murin e një shtëpie dhe duke hyrë përmes një dritareje të hapur. Një tjetër video paraqet persona që vëzhgojnë një ambient të dyshuar për kultivim kanabisi. Disa nga pamjet që përmbajnë simbolin e flamurit shqiptar dhe slogane në gjuhën shqipe. Artikulli thekson se këngët e përdorura kanë përmbajtje të dhunshme, por në video nuk shfaqen armë. Mëtej Metro i referohet edhe një grupi tjetër në lindje të Londrës. Në Barking, një band i quajtur Hellbanians është filmuar duke ekspozuar armë, para, ora Rolex dhe automjete luksoze si Ferrari. Sipas artikullit, grupi ushtron ndikim në zonë, ndërsa disa nga anëtarët e tij janë dënuar pasi postimet e tyre online tërhoqën vëmendjen e policisë. Media britanike përmend gjithashtu një rrjet kriminal në Southgate, në veri të Londrës, ku aktivitetet e trafikimit të njerëzve dhe tregtisë së drogës gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme. Sipas burimeve lokale të sigurisë të cituara në artikull, një bandë shqiptare me bazë pranë stacionit Southgate ka kontroll të fortë mbi zonën. Prania e tyre sipas artikullit është aq e dukshme sa zona njihet nga disa banorë si Tirana e vogël. E quajmë Tirana e vogël këtu. Banda shqiptare kanë kontroll mbi komunitetin dhe ka shumë frikë për t'u eliminuar. Ata kanë marrë nën kontroll disa biznese dhe kanë kërcënuar të tjerë. Ka lidhje me trafikimin e njerëzve, zhvatjen për mbrojtje dhe shitjen e drogës. Është territori i tyre dhe fshihen në sy të gjithëve. E dim kush janë dhe nga operojnë. Është raportuar në polici dhe ata duhet marrin masa. Në vijim, artikulli thekson se Agjencia Kombëtare e Krimit në Mbretërinë e Bashkuar përdor termin shqiptare për të identifikuar grupe të caktuara kriminale. Sipas raportimeve, këto grupe janë të përfshira në tregtin e kokainës që hyn në vend nga Amerika Latine dhe besohet se kontrollojnë një pjesë të madhe të tregut të vlerësuar rreth 5 miliard pound. Sipas vlerësimeve të policisë, ata blejnë kokainë me çmime deri në 5000 pound për kilogram dhe e shesin me marzhe më të ulta fitimi për të rritur ndikimin në treg. Artikulli përfundon se aktiviteti në shkallë të gjerë i trafikut të drogës u ka mundsuar këtyre grupeve të sigurojnë burime financiare të konsiderueshme dhe ndikim në komunitete të ndryshme.